Ta shikoj mirë kush do na sqarojë kur shkye. Me kë kemi kënaqësinë të flasim. Me mbrëma çuna, unë jam deputet i Partisë Demokratike. Kaq. Çu ka emrin. Edhe ti me Çumçakiz zoti deputet, E kemi në protokoll çuna për typin të gjitha një Çumçakiz që të mbysim stresin që po na hana brenda. Stresi. Mirë, dakord, po çfarë ndodhi aty në parlament? Pse ulët për kariket e ministrave? Po pra, i zaptuat ato karike. Donin të sabotonin zgjedhjen e avokatit të popullit që votuat veto valla. Si, Po çfarë avokat populli janë ku ti plasi avokati? Sa të rrëmbyfjen. Çobania, Shabani si e ka ai. Avash me fjalorin avash. Po ikolla, ne ulëm tani në kariket e ministrave, se donin të shikonim një përballë mora. Sa të rehatshme ishin kariket. Shikon ti. Po të rinë edhe një herë në kariket e ministrave valla, se ngelëm 13 vite në opozit. Me kujdes. Pastaj pritur valla, ne një foto dishim të bënim aty. Edhe do të çoheshim direkt. Po. Këta sonë gardën këta, sikur çfarë do bëj aty. Pa Flakadani Belindit faktikisht për foto e kishit dhe atë për çfarë kishin marrë. Po çfarë Flakadani ishte ajo valla, ju i kesh kuptoni gjërat gjithmonë. Pse? Ajo ishte një fishekzjarë, i lezetshëm, me që është edhe atmosferë festash. Po gëzuar. Po ne jemi përpaqe Po valla. përpaqe prandaj ju përjashtuan të gjithë. Sa morë ti zotrote? Sa të përjashtuan ty? O zotri, një sekondë valla. Madje unë kisha bërë gati edhe një kartolin me urime për Ramën. Vërtet o? Po jam se kam këtu. Ja tregoj unë. Na tregoj. Paqësor. Daj një Kartolino, sekondë. çe? Prit. Çfarë është ajo aty? Çfarë ke atë? Një Kartolinë sekondë. Portofoli. Portofoli. Çfarë në koshtet më kanë vjedhë portofoli. Çfarë janë ato fishekzjarë janë ato për fotografi? Në koshteti më kanë vjedhë portofoli. No sa qel bësira. Po çfarë thua? Muli. Portofoli. Na sjaroj ky.